Test. Test. Ju faleminderit. U kthyem pas një pauze dhe pas problemeve teknike që kishim. Jemi akoma te rendi I ditës. Ne pak përpara kemi marrë një propozim nga 3 anëtarët, gjithsesi anëtari I Këshillit Prokurorit zoti Vjeçar Krasniqi, që edhe e diskutoi dhe e arsyetoi propozimin. Ati propozimi ju bashkangjitën në 2 anëtarët tjerë. Tani, kishte propozim konkret që propozimi cilin e dhanë të jetë si pikë e parë e rendit të ditës. Sepse ashtu rendi I ditës, materialet që I keni marrë me 2 pika të rendit ditës, si që I keni lexuar dhe parë. Andaj, këtë propozim të 3 anëtarëve të Këshillit e japën në votim në mënyrën se si është propozuar si që futet si pikë e parë e rendit të ditës. Kush është për propozimin që të futet si pikë e parë e rendit të ditës? Kush është për? Konstatojmë që 3 vota për janë për propozimin që të futet si pikë e parë e rendit të ditës. Kush është kundër? Konstatojmë për proces verbal. 2 vota janë për që propozimi mos të futet si apo kundër. Kush abstenon? Nuk ka. Andaj, propozimi si I tillë, bazuar në nenin 13 tek vendimmarrja, për këtë çështje kemi quorum, domethënë ishim 5, dhe shumica e thjeshtë kërkohet paragrafi 2, vendimet e Këshillit merren me shumicë të thjeshtë votash të gjithë anëtarëve të Këshillit. Këshilli prokurorial ka 7 anëtarë. Shumica e thjeshtë e votave është 4. Andaj, mbi bazën e kësaj, propozimi nuk kalon. Vazhdojmë në pikat tjera të rendit të ditës. Çka ku do të shkoj? Nuk kaloj propozimi juaj. Po, nuk kaloj propozimi juaj. Rendi I ditës me propozimet që janë bërë që në fillim. Kush është për rendin e ditës me 2 pika të ditës, me 2 pika të rendit ditës të rregullorës dhe të shpalljes publike apo thirrjes publike? Kush është për? Konstatojmë që për janë 2 vota. Kush është kundër? Kundër janë 3 vota. Konstatojmë, në bazë të nenit 13, shumica e thjeshtë prej 4 anëtarëve nuk është plotësuar, bazë të ligjit, prej 4 votash, nuk është plotësuar dhe me këtë rendi ditës nuk miratohet. Me këtë rast, me që nuk u miratua rendi I ditës, me që nuk pat shumicën e kërkuar nga ligji, këtu takimi përfundon. Përfundon dhe nuk ka më asnjë diskutim sepse nuk lëshohemi në çështje cilat nuk janë me rend të ditës. Takimi I radhës do të jetë do të bëhet me thirrje zyrtare për
të ardhmen. Ju falemnderit shumë, këtu takimi mbyllët. Kjo është ka qenë e pritshme.